Pasi presidenti amerikan Donald Trump u takua një ditë më parë me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky, ky fundit u shpreh të hënën për gazetarët se kishte kërkuar Trump garanci sigurie për një periudhë 50 vjeçare, në vend të 15 viteve që parashikohen në draftplanin amerikan për dhënien fund luftës me Rusinë. Ndërsa ende nuk është e qartë se çfarë përmbajtje kanë këto garanci, udhëheqësi ukrainas prej kohësh ka kërkuar nga Europa dhe SBA garanci të ngjashme me enenin 5 të Traktatit të Atlantikut, parimi themelimi të NATO-s, sipas të cilit një sulm ndaj një antarit të aleancës do të thotë sulm ndaj të gjithëve. Në këmbim të këtyre garancive të sigurisë, Zelensky ofroi heqjen e ligjit të luftës në vend. Para së gjithash duam të përfundoj lufta dhe më pas të heqim ligjin e luftës. Kjo lëvizje do të ndodhë vetëm në momentin që Ukraina merr garancit, pa të cilat lufta nuk mund të konsiderohet e mbaruar, theksoi Zelensky duke shprehur gjithashtu dëshirën që çdo plan amerikan për dhënien fund luftës me forcat e Moskës të mbajë firmën e Ukrainës, Rusisë, Europës dhe SBA-s. Ndër të tjera ai propozoi mbajtjen e një takimi me zyrtar amerikan dhe europian përgjatë ditëve të ardhshme për të punuar për dokumentet për dhënien fund luftës. Duam që të zhvillohet ky takim në nivel këshilltarësh dhe do të bëjmë ç'është e mundur që të mbahet në Ukrainë, nënvizoi presidenti i Ukrainës, një ditë pasi u takua me presidentin amerikan Donald Trump në rezidencën Mar-a-Lago të Trump në Florida, për të cilin dy udhëheqësit u shprehën se ishte shënuar për parim, por sipas Trump ende mbeteshin për të zgjidhur një apo dy çështje me spes. Një nga këto çështje është dhe propozimi për ta kthyer rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës, pjesa më e madhe të cilit është nën kontrollin e forcave ruse në një zonë të demilitarizuar. Një pjesë e asaj toke është marrë, një pjesë ndoshta do të merret, por kjo mund të zgjasë disa muaj, u shpreh Trump për gazetarët pas takimit. Rusia ka kërkuar që Ukraina të tërhiqet nga ajo pjesë e vogël e territorit të Donbasit që ende ka nën kontroll, ndërsa Kievi këmbgul që rajoni të kthehet në një zonë të lirë ekonomike ku të patrullojnë forcat ukrainase. Përveç se me Zelensky, Trump zhvilloi edhe një bisedë telefonike me Putin, ndërsa nuk dha detaje të bisedës. Ai u shpreh se besonte se udhëheqësi rus dëshironte që në kohën e përshtatshme të mbajë një takim trepalësh mes Rusisë, Ukrainës dhe SBA-s.